Leonard Selimi i afërmi Çajup Selimit, i cili u vra me 1 qershor të 2021-shit, dëshmoi në gjykatën e posaçme. Ai tha se njëri nga plumbat që kanë qelluar viktimën për pak mund t'i kishin marrë jetën vajzës apo gruas së tij, pasi te i shpoi derën dhe përfundoi te koka e krevatit. Jetonim në një pallat në Tepelen. Kur ndodhi vrasja unë kisha ditëlindjen dhe isha brenda në shtëpi. Nuk dëgjova zhurmë dhe as nuk e pash autorin. Hapa derën sepse më ra plumbit e dera, më rrezikoi edhe vajzën e gruan. Nuk i dëgjova krismat e anëve. Gjeta plumbin brenda në shtëpi te koka e krevatit. Ja dhash të nesërmen policisë. Kur dola te dera pas gjak, u mundova t'i jap ndihmën e parë. I dilte gjak nga goja, nuk kishte reagim nga ana e tij. Doli nusja, pastaj dikush nga kati i parë dhe të gjithë të tjerët. Sa i takon autorëve të krimit, ai thotë se nuk ka dieni, por ka mësuar se viktima ka pasur disa konflikte. Para se të vritej, nuk dinim asgjë për të. Pasi u vra morëm vesh që kishte probleme. Kishte konflikte me disa çuna nga fshati Veliçoti i Tepelenës. Emrat nuk i di, por si fytyra i njoh. Janë 3 çuna, kanë bërë 1 herë ose 2 herë sherrë. Ishin rregulluar pastaj dhe erdhën te varrimi. Ishte mbyllur sherrri. Por ndonjë sherr tjetër të hapur nuk di gjë. Nuk i jap dot shpjegim vrasjes. Për këtë krim i penduari i drejtësisë Artan Tafani ka rrëfyer se është paguar 25.000 euro nga Laert Haxhiu. Tafani ka treguar se kur e vrau biznesmenin Selimi, ai e kishte parë në sy teksa e qëllonte, pa e ditur se ku po e kapnin plumbat. Artan Tafani pranoi të bashkëpunojë me SPAK duke rrëfyer 17 ngjarje kriminale.